Në 90 vjetorin e lindjes, shkrimtari i madh Ismail Kadare është përkujtuar nga miqet dashamirës, të cilët e kanë përjetësuar atë dhe në një shtatore të vendosur në kafenen e tij të preferuar pranë liçenit në Tiranë. Personalitete si Timo Floko, Behar Malaj, Helena Kadare dhe Skënder Brataj, nismëtar të këtij organizimi, kanë përuruar në këtë 90 vjetor shtatoren e skulptorit Henry Mimani në mjediset e Juvenilias. Në çelje të ceremonisë, zoti Skënder Brataj ka zbuluar shtatoren duke i dhuruar flamurin zonjës Helena Kadare. Sipas zotit Skënder Brataj, nisma nderuese u mor nga njerëz që nuk donin ta shihnin Kadaren të kthehej në figurë të ftohtë emocionale. Zonja Helena Kadare, të nderuar miq të Kadares, të letërsisë të kulturës shqiptare. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të përkujtuar një datë. Jemi këtu për të nderuar një jetë që u bë gjuhë, histori dhe ndërgjegje kombëtare. Në 90 vjetorin e lindjes së Ismail Kadares, ne nuk përulemi vetëm para një shkrimtari të madh, por para një figure që i dha Shqipërisë një zë universal, në kohën kur zëri i saj rrezikonte të mbetej i mbytur nga frika dhe nga heshtja. Kadare na mësoi se letërsia është një formë e lirisë. Dhe ai vetë ishte prova më e gjallë e kësaj, në një kohë diktature, kur fjala kontrollohej, ai arriti të krijojë hapësira lirie brenda gjuhës, metaforës dhe mitit. Letërsia e tij nuk ishte pasqyrë e realitetit, por siç thoshte vetë rebelim ndaj tij. Ai na kujtoi se shkrimtari nuk zgjedh vendin ku lind, por zgjedh mënyrën se si ta dojë atë. Kadare deshi Shqipërinë jo me heshtje, por me guxim, jo me servilizëm, por me të vërtetën e dhimbshme. Në veprën e tij, Shqipëria shfaqet siç është, një vend i plagëve dhe i krenarisë, i tragjedive historike dhe bukurive të papritura. Ka qenë falenderues në fjalën e tij skulptori Henry Mimani, i cili e ka quajtur privilegj një vepër të tillë. Atë falenderoj gjithë që keni ardhur. Unë s'do të them shumë fjalë, po ka qenë patjetër një kënaqësi dhe një nder shumë i madh për mua të bëj një figurë si Ismail Kadare. Do të falenderoj shumë profesor Timon, i cili ka qenë iniciatori dhe kemi biseduar, diskutuar shumë gjatë, gjithkohën, qoftë për pozicionin si do vendosej, si do ulej, nga se materiali gjithkohës, ka qenë pjesë e procesit studio. Do të falenderoj shumë zotin Behar Malaj, i cili edhe i gjithashtu ka qenë mbështetës gjatë gjithkohës, zotin Skënder Brataj, bashkë me profesor Timon, kemi qenë shumë afër, zotin Bujar Hudri, zonjën Julieta Juvenilias, e cila ka mbështetur gjithkohën, edhe faleminderit gjithë. Profesorit e kulturë. Botuesi Bujar Hudri, shoqëruesi një jetë të tërë krijuese i shkrimtarit të madh, ka përcjell emocionet në këtë ditë që ai e quajti më se të veçantë. Botuesi është midis shkrimtarit dhe lexuesit. Por gjithmonë unë e kam konceptuar, e kam parë punën time që pikërisht ky ndërmjetës mund të jetë një pengesë. Dhe gjithmonë kam dashur që shkrimtarin ta vej përballë lexuesit dhe unë të hiqem më janë. Kam ecur me Kadaren, por ka qenë karrige kur janë ulur qindra dhe mira të tjerë, dhe unë jam hequr më janë. Kam pak fara foto me dhe, nuk kam dashur asnjëherë ta personalizoj ta betimin e Kadaren, hapësirë që Kadare përqendej shumë. Administratoren Julieta Lama, shtatorja në vendin e preferuar të Kadares, është një trashëgimi për gjithë shqiptarët. Përshëndetje, jam shumë emocionuar dhe privilegjuar sot që marr pjesë këtu. Kjo shtatore është një kujtim i një shkrimtari të madh, por jo vetëm kaq, është një trashëgimi e gjithë shqiptarëve. Shumë faleminderit zonja Kadare, shumë faleminderit profesor Timo, edhe Henry që ka bërë një gjë shumë të bukur. Jam shumë emocionuar dhe shumë nderuar që në vendin këtu tek ne, ai ndante edhe një pjesë të rutinës tij njerëzore, thjeshtësisë së tij,
që e bën akoma më madhështor. Edhe jam shumë krenare që vendoset sot sepse është shumë domethënëse që shqiptarët e mëdhenj t'ju kujtohet vetëm ditëlindja. Shumë faleminderit. E pranishme në takim dhe kryetari i Akademisë së Shkencave të Kosovës. Ju falenderoj shumë që më ftut. Ishte një kënaqësi, një nder jo vetëm për mua, por për Akademinë e Shkencave të Kosovës. Kadarea ka qenë antar i jashtëmir i Kosovës, Akademisë, dhe na e vlerësojmë çdo kontributi, jo vetëm sa i përket vetrave letrare dhe krimtaristi, por edhe për krahjen që ka bërë për Kosovën para luftës, pas luftës, dhe gjithmonë Kosova gjendet në mënyrë direkte apo indirekte në veprat në krimtarinë e tij. Prandaj edhe një herë ju faleminderit. Në këtë 90 vjetor të lindjes, gjeniu i letrave është vlerësuar si figura unifikuese e kombit shqiptar, një emër që bashkon, që tejkalon kufit politik dhe ndan një identitet të përbashkët kulturor, ndërsa jeton sot në veprën e tij, në gjuhën tonë, në kujtesën tonë kolektive dhe në përgjegjësinë që kemi për të mbrojtur fjalën e lirë.